Serbia ka bërë kërkesë për të hapur një konsulat në Shqipëri dhe gjitha detarët janë ngritur në këmbë. Ndaj, unë dua ta diskutoj me ju. Secili prej jush ka të drejtën që të flasi këtu dhe të shpreh mendimin e tij. Unë do t'i them atë çka mendoj, pastaj më thoni nëse unë gaboj ose jo. Duam të nënvizoj diçka thelbësore. Të dini që nuk vendos as qeveria shqiptare dhe as qeveria serbe, por dikush tjetër që i ka programuar këto vendos. Dhe në qoftë se ka programuar, padyshim do bëhet. Pra, sikur populli të ngrihet në këmbë, gjithë populli të ngrihet në këmbë me ditë të tëra, në qoftë se ata e kanë vendosur, padyshim do të bëhet. Kjo është nga ana tani e konspiracionit. Nuk diskutohet, por në qoftë se do të shtoj edhe konspiracionin edhe pak, dua t'ju them dhe diçka tjetër. Të gjitha trazirat që e bërë deri tani, qoftë Serbia me Shqipërinë apo me Kosovën, janë, sipas konspiracionistëve, të gjitha të përgatitura në tavolinë. Janë përgatitur në tavolinë për arsye precize. Dhe në qoftë se këto janë të vërteta, atëre konsulata, jo vetëm konsulata, por edhe konsulata të tjera, por edhe projekte të tjera, do të shkojnë deri në fund dhe do të ekzekutohen. Thash, edhe sikur populli të ngrihet në këmbë. Duhet të dini që thuhet, gjithmonë teori konspirative, që për të ndarë Serbin nga ish Jugoslavia, ose më vonë edhe nga Rusia, ishte një projekt i krijuar që prej kosh, pra që në vitet 1970. Bile thuhet dhe akoma më përpara. Në fakt, do t'ju them disa fakte që dëgjoni me kujdes. Nuk është se di gjithçka, por dëgjoni sepse këto janë teori konspirative dhe ndoshta brenda tyre ka të vërteta. Ishte vendosur rendi ri botëror, dhe rendi ri botëror duhet që të shpërbënte fuqitë e mëdha. Një nga fuqitë e mëdha ishte dhe Rusia. Në qoftë se keni vëre, ndër vite, që prej viteve 1960 dhe ca deri sot, Rusia është coptuar dal nga dal. Pra, duke hequr vendet slave, duke filluar që nga ish Jugoslavia, që ishte me të, Republika e Çekisë etj, deri sipër në Estonia etj. Dhe po ta shikoni, dal nga dal ato i shkëputën një nga një. Pse? Sepse i shkëputën me dashje, me një projekt që kishte filluar thash që nga vitet 1960, ndoshta edhe më përpara. Sepse rendi ri botëror shikon larg, nuk shikon sot për sot. Dhe pse po flas për këtë? Sepse ajo që ndodhi edhe me Kosovën. Tregohet që aty nga vitet 80 dhe ca, luftuan gjatë për ta shpërbër ish Jugosllavinë, ta bënin copa të gjitha kantonet ose pjesët që kishte mbledhur Tito. Dhe ç'është e vërteta, Tito kur i kishte mbledhur të gjithë mendoi se kishte bërë një shtet të quajtur Jugosllavi, ata i trokitën dhe i thanë, shiko, tani duhet ta shpërbësh. Ai nuk desh, dhe kështu që ja hodhën, dhe kështu që Tito vdiq me kancer. Tani, përveç kësaj, kur e shpërbën të gjithën, gjithmonë tregohet, që disa të shërbimeve sekrete shkuan dhe takuan një njeri. I thanë që, shiko, tani, në qoftë se kërkoni Kosovën, duhet që ta shpopulloni. Ta shpopulloni sepse është e vetmja mënyrë. Dhe gjetën një tip i quajtur Milošević. Dhe i thanë, ti bëhe se të ndihmojmë ne. I dhanë edhe para, i dhanë dhe armë, dhanë çdo gjë, dhe ai e bëri. Në fund fare, kur zbuloi të vërtetën, tha, ma hodhën. Në fakt, nuk arriti, sepse donte që të tregonte aty në gjyq. Nuk arriti as në gjyq. Sepse, sidoqoftë, pas disa kohësh, që ishte atje brenda, iku dhe ai, vdiq nga infarkti, ose nga probleme tjera. Dhe sot, gjithë Kosova, gjithë Shqipëria, hidhet në këmbë të thonë çlirimtarët. Mos ndoshta ishin ata çlirimtarë që bën pikërisht gjëmën e madhe, që krijuan pikërisht sepse për ta shkëputur Kosovën duhej të gjendej fajtori, dhe fajtori ishte Milošević. Kështu që për të gjetur fajtor, për të krijuar fajtorin, e krijuan, por pa e ditur ai vetë, dhe më vonë kur e mori vesh, atëherë tha ma hodhën. Dhe
Pikërisht në atë kohë shkëputën Kosovën, por nuk i përcet fare atyre që Kosova tjetë Shqipëri apo ku ta di unë, fare. Thjesht ta shkëpusnin nga ish Jugoslavia, sepse i duhej që të shpërbënte ish Jugoslavinë dhe njëkohësisht të shkëpus edhe Serbinë, pra nga lidhja që ka me Rusinë, sepse Rusia duhet ka ta ndiset gjithmonë e më shumë me vogël. Dhe do shikoni pasi Vladimir Putin nuk do të ekzistojë më. Nga i moment do dalin dhe do fillojnë që ta coptojnë dhe më të, ose ndoshta do dërzohet kaq keq Rusia që asgjë nuk e keni iden fare. Pse kjo? Sepse është bërë projekti, të paktën kështu thuhet, që prej viteve 60. Dhe bile më përpara, por 60 filloi që të projekti të zbatoj, dhe që sot dikush që thotë që, si për shembull shumë adetarë që pash disa video, disa lajme, disa shkrime, që thonë që nuk duhet të hapet konsulata serbe në Shkodër. Konsulata ka gjithandej, në mbar botën. Edhe unë nuk jam dakord që të hapet në Shkodër. Por thash, e përsëris edhe një herë, nëse dikush nga ata që kanë projektuar, kanë vendosur që të hapin konsulatën në Shkodër, mendoj se do t'i arrijë qëllimit. Dhe doja t'ju pyesë juve, diçka tjetër. Në qoftë se do të hapet konsulata në Shkodër, çfarë do të ndodhë? Sipas jush, çfarë mund të ketë? Sepse qeveria ka bërë diçka, ka bërë një marrëveshje. Me fjalë, është hedhur si një marrëveshje që në qoftë se Serbia do të hapë një konsulat në Shkodër, Shqipëria do të hapë një konsulat në Serbi, në Bujavec, diçka e tillë. Ose e themi vetëm do e hapin në Serbi. Kështu që është një shkëmbim që nuk e ka vendosur shteti, qeveria shqiptare po qeveria serbe. Është kaq e pastër. Megjithatë, doja t'ju thosha që viti 2030 po vjen dhe asgjë nuk është gati. Dhe që të gjitha shtetet duhet të jenë të shpërbëra, shtetet e fuqishme po flas. Ato të voglat nuk e kanë shumë probleme ata, sepse ata që vendosin për rendin e ri botror dinë se çfarë bëjnë dhe i kanë të super të kontrolluara çdo gjë. I kanë të kapura. Kanë të kapur sepse kanë fuqinë politike. Politikanët i kanë vendosur ata dhe bëjnë çfarë të duan. Kështu që ju çfarë mendimi keni në qoftë se tani që ju thash mendimin tim? Ju çfarë mendimi keni? Do të bëhet, pra do të realizohet ky projekt, do të bëhet ajo konsulat në Shkodër? Duhet patur parasysh që serbët që prej kohërave antike i kanë urryer shqiptarët. Bile jo vetëm serbë, por gjithë bota. Kush ka kaluar në Shqipëri gjithmonë i ka urryer. Bile shqiptari urren dhe njëri tjetrin. I kanë bërë kaq, i kanë katandisur kaq keq, sa që shqiptari urren njëri tjetrin. Dhe serbët kanë vrarë fëmijë, kanë vrarë gra, shtatzane, u prisnin gishtat grave apo burrave nëse kishin unaz, u prisnin veshët. Pra, gjë që shqiptari nuk e ka bërë në një luftë apo në një përleshje. Ka shkuar, ka mbaruar luftën dhe kaq. Kështu që duhet patur parasysh edhe kjo, që nuk e bëjnë vetëm thjesht sepse nevojitet konsulata, por për të patur një kontroll më të madh në Shqipëri dhe në Kosovë. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe kalofshi një mbrëmje të këndshme.